Alba Story prezanton Mirdita të gjithëve. Unë jam 54 vjeçe, e pas me shumë se 30 vitesh martesë me një burr që ishte 60 vjeç, vendosa t'i jepja fond. Martesa jon kishte mbaruar me kohë. Nuk kishte me as muhabet, as respekt e as asgjë. E mblodha mendjen, mora vendimin dhe fillova të kërkoja një avokat për të bërë letrat e divorcit. Nga disa të njohur me sugjeruan një zyrë avokatie në qendër. Aty njoha avokatin tim. Ai quhej Sokol. E kur hyra në zyrë herën e parë, prisja të shihja ndonjë burr të vjetër me syze e të lodhur nga letrat. Por përballë me doli një burr 46 vjeç, i mbajtur si mos me mirë. Ishte i veshur me një kostum që i rrinte fiks pas trupit, ishte i qeshur e shumë i sjellshëm dhe me një humor që të hiqte gjithë stresin e halleve që kisha në kokë. Që në takimin e parë e kuptova që ai burr më pëlqeu, dhe me që kisha vendosur ta jetoja jetën pa vrar mendjen se çfarë thoshin të tjerët, i fola hapur. Avokat, i thash një ditë teksa po plotsonin formularet. Po ta dija që avokatët e divorcit që kanë kaq të pashëm, betohem që do isha ndar nga burri që para 10 vitesh. Ai ngriti kokën nga letrat, qeshi me të madhe dhe tha: "Dëgjo, unë kam me 10 çështje divorcin e muaj. Nuk mund të krijoj lidhje me çdo grua që ndahet nga burri, se pastaj nuk do të quhesha me avokat, por do me duhej të hapja ndonjë agjenci takimesh." Me pëlqeu përgjigja e tij, me refuzoi lezetshëm, pa me ofenduar, po unë sisha nga ato që hiqja dorë kollaj. Gjatë muajve që zgjati procesi, ne shiheshim shpesh. Lidhja jon kaloi nga thjesht avokat kliente në një lloj loje ngacmimesh. E një ditë po prisnim në korridorin e gjykatës për seancën e radhës. Ai po pinte kafe në këmbë, pak i stresuar për disa dokumente pronash. Unë i ofrova, i rregullova pak jakën e xhaketës me dorë dhe i thash: "Po mi lë të gjithë pronat mua, ky i zoti i shtëpisë. Gjysmat do t'i mbajon, e gjysmat do t'i bëj dhurat ty që të bind të dalësh në një takim me mua." Sokoli u kollit pak, ktheu kokën rrotull të shihte mos na ndëgjoj njeri dhe me tha me zë të ulët: "Ti je e rrezikshme, leri këtë muhabete tani se kemi gjykatësin përballë." Po unë e pash që i erdhi mirë. Fytyra i mori një pamje tjetër më të zbukur. Një herë tjetër në zyrën e tij, po me jepte një stilolaps për të firmosur. Në vend që të kapja stilolapsin, unë i kapa dorën e tij, e mbajta ashtu për pak kohë, edhe ai nuk e tërhoqi dorën mbrapsht, por me shikonte në sy dhe aty e kuptova që e kishte lëshuar atë mburojen e avokatit. Megjithatë, asnjëri nuk bëri asnjë hap tjetër derisa çështja të mbyllej zyrtarisht. Me në fund erdhi dita e vendimit. U divorcova zyrtarisht. Dola nga gjykata si e lehtësuar nga një mal me gur. Sokoli doli pas meje, me dha dosjen e dorë dhe më tha: "Urime, tani e zyrtarisht e divorcuar, e ky është fundi i punës ime." I dola përballë dhe i thash: "Puna jote me letrat mbaroi, por sot unë kam ndërmend të festoj. Do të ftoj për një darkë si shenjë falënderimi, dhe me që nuk jam më klientja jote, nuk ke asnjë justifikim për të më thënë jo." Ai qeshi, e tundi kokën në shenjë dorëzimi dhe pranoi. "Mirë, më çoj një mesazh për vendin dhe orën", më tha ai. Darkën e rezervova tek një restoran i qetë.
pak larg qendrës, ku nuk kishte shumë zhurmë. U vesha bukur, por pa e tepruar, por mjaftueshëm për t'i treguar se aty nuk kisha shkuar për të folur për nene dhe ligje. Sokoli erdhi I veshur pak më sportiv se zakonisht, kësaj radhe ishte pakollare, dukej akoma më I pashëm. Porositem dhe muhabeti rodhi shumë natyrshëm, e nuk folem më asnjë sekond për ish burrin apo për gjykatat. Unë po e ngasmoja gjithë kohës. Tani që me hoqe qafe si kliente, I thash Sokolit, a pranon që atë rregullin tënd për gratë e divorcuara mund ta thyesh ndonjëherë. Ai mbështeti bryllat mbi tavolinë dhe më tha, rregullat janë bërë për raste normale, po ti nuk je rast normal. Ti ma ke bërë mendjen lëmsh që ditën e parë që hyre në zyren time. Pasi mbaruam darkën, ai u ofrua të më shoqëronte deri në shtëpi me makinën e tij. E gjatë gjithë rrugës ram në qetësi. Nuk ishte një qetësi e sikletshme, por nga ato qetësitë ku të dy e dinim shumë mirë se çfarë po mendonim dhe se çfarë po ndodhte më pas. Makina ndaloi para shtëpisë sime, e unë hapa derën për të dalë, por para se të zbrisja u ktheva nga ai. Nuk e di si e keni ju avokatët traditen, I thash troç, por unë zakonisht mysafirëve ofroj një gotë ujë para se të ikin. Hajde lart e pish diçka. Nuk të bën njeri me zor, po deshe të ikesh pastaj, por më mirë eja. Ai me pa dhe fiku makinën me njëherë, doli dhe erdhi pas meje. Shkuam deri tek dera dhe e hapa derën e shtëpisë me çeles. U futa brenda dhe ai hyri pas meje. Në fakt, nuk e prita që të shkonte as tek salloni e as që të ulej. Sapo ai mbylli me dorë derën e tij nga brenda dhe u dëgjua zhurma e braves, unë lëshova çantën time në tokë. Në fakt, e gjuajta. Nuk I lash as një hapësirë për të folur apo për të menduar. U ktheva me njëherë nga ai. Hodha të dyja duart rreth qafes e tij dhe ju hodha në përqafim duke e mbështetur trupin tim me trupin e tij. Ai u befasua pak nga ky veprim kaq I papritur me njëherë pas dere. Por momentin tjetër unë afrova fytyrën time dhe e putha me gjitha dëshiren që kisha mbajtur të ndrydhur prej muajsh. Akoma ishim të përqafuar, dhe ashtu, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.